Sot kemi përshitje i makinë të veçantë që s'kena shit akoma si këto. Kjo është Ford Mustang i 2019-ës, 2.3 EcoBoost. Po nuk është si 2.3-shat e zakonshëm, kjo është me luk GT-je, shumë i bukur, shumë i bukur. Për herë kom pas qef tok, sidomos këtë gjenerat, se të kjo gjenerat e ka rregullu Fordi edhe punën e amortizimit, nuk janë vetëm për test drejt. Tashi, kjo ka front lipin ndryshe, është me luk GT-je, para kofën e ka me çame me këto dy vizat, ka disje 19-që, shumë bukra i shkojnë, mrapa e ka modgjona normalisht gomat, shumë e bukur. Është versioni facelift, edhe i ka edhe fenerët para, edhe stopat mrapa, i ka më ndryshe nga tjerat. Nga që është me luk GT-je, është me 4 marmita, nuk është me 2, si puna GT-s 5 mishes, kur ta shohësh gjatë fiksi GT. Ky është 2.3-shi, në linjë 4 pistonç, është me 310 kue fuqi edhe 475 Nm tork. Kollaj modifikohet po dush, po kjo është stok. Është e shpejt, për motor 4 pistonç sidomos është shumë e shpejt, edhe është vetëm me diferencial mrapa, kështu që nuk është 4x4, kjo spostohet si dush, për ato që kanë qef pak me spostu makinën, pak adrenalin, kjo është perfekt për atë punë. Kamin e ka me 10 marshe, automatike, modeli i ri që i përdor Fordi. Super kamio dhe ajo, që e ullë edhe konsumin, në qëse s'do me hec fort, e ullë goxha. Në qëse do me hec fort, pastaj, normal hargjo pak më shumë, po është makinë edhe qefi kjo, se nuk është vetëm për ditëshmërie. Makina ka vetëm 22.000 km, është akull, është me lambar support, sedile elektrike. Interiorin mrena e ka Zi, sedile copë elektrike, me logon e Mustangut tu. Ka këto dizajnin shumë të bukur që i ka të ngrejtme edhe logon e Mustangut rimeson këte si alumin, shumë e bukur, nuk e shef me ne makinë tjetër. Edhe këto butonat i ka këtu driving modes, klimën automatike, pra të dorë si ka manuale, kështu, mekanike. Timonin multifunksional me pedal shifter plus minusa mrapa. Kush është interesuar për këtë Mustang, numrin e kontaktit të keni këtu poshtë. Ju uroj gjithë mirat, mirupafshim.